Përshëndetje, unë jam Ajla Shikun, bëqa sot panejirin e organizuar nga EBLA për Universitetet jashtë vendit. Personalisht jam e interesuar që studioj jashtë, ndoshta në Itali dhe në Gjermani, dhe ky panejir më duk mjaft shërdënës dhe më dha mjaft informacione të reja. Ja sugjeroj të gjithë bashkëpunëtarëve që të marrin pjesë për të marrë informacione më të shumta për universitetet ku duan të studiojnë. Përshëndetje, unë jam Dinjan Koçi, jam student i FSHN-s, viti 2 bachelor për IT. Tu kam marrë të plaza për të panajirin. Unë këtu deri tani kam aplikuar për 2 shkolla të larta për program master. Dhe një shkollë që më bëri më shumë përshtypje ishte në Luton, në UK, pasi ishte një akomodim aq perfekt, një konvikt modern, me mundësi akoma më të mira për të vazhduar jetën time sënë. Faleminderit. Jam Nikela Merko dhe sot jam tek EBLA tek Piazza. Pasi krijoj një panajir nga të cilët ka përfaqësues të ndryshëm të shkollave të ndryshme të cilat ndodhin jashtë shtetit. Nga këto universitete që pash sot, që ishin nga Britania, nga Kanadaja dhe nga Amerika, më bëri më të përshtypur njëri që ndodhej në Angli dhe të sugjeroja shumë moshatarëve të mi dhe në mos atyre që janë në universitete. Faleminderit.